që kur kam qenë në Kobësht, kam i vizatoja fëmijëve moshatarëve të mi, domethënë, gjithse cilit ato që preferonte më shumë. Po, konkretisht ju jeni piktor apo skulptor apo? Unë jam piktor, domethënë, kam kryer studimet në degën e pikturës, specialiteti art konceptual, multimedia, sikurse edhe ju e cituat. Pra, profili është multimedia, ndërsa dega është pikturë, që do të thotë që zotroj njëkohësisht edhe pikturën në aspektin klasik të saj, edhe profilin tim, specialitetin tim, që është multimedia, që nuk është domosdoshmërisht ajo linja klasike, por që përfshin edhe mediumet të tjera të shprehurit, të artit viziv.